Si pasoj e ngricave në për trotuare, brenda 24 orëve 30 pacient kanë përfunduar me fraktura dhe lëndime të tjera trupore në Tetov. Këto lëndime qytetarët i kanë marrë duke lëvizur në trotuare me ngrica nga rreshtet e Borës dhe kanë kërkuar ndihmë në repartin e ortopedisë në Spitalin Klinik të Tetovës. Nga ky repart thonë se kryesisht ndihmë kanë kërkuar persona të moshuar, por nuk mungojnë edhe pacient të moshave të tjera. Tash çdo ditë ngricave në ramjes Borës, numri pacientëve, fluksi pacientëve është rrit. Veçanërisht atine që janë mosh vjetër e i fëmijëve. Po nuk përjashtohet edhe numri të rive. Jo aktivitete sportive, jo mponjë, këtë jatë. Negligjenca pak e organeve që do të bëjnë pastrimin, e bën që të rritet pak në numri i këtine pacientëve. Mos pastrimi të trotuareve, mos pastrimi para edhe private i shtëpive, edhe e bën, jo vetëm i trotuareve, po nëse nuk pastrohet ngric, shpesh një ramje e vogël edhe përfundon me ose me themi ose me pëlkime njëve zakonisht. Lëndimet më të shumta janë lëndimet e kyçit dorës e në të kyçit këmbës. Pa përjashtim edhe të lëndimet ose frakturat e këllqeve të moshumit zakonisht. Ato si një ramje me energji të vogël, dhe më thënë e bën që të therë kupi, se koci është shumë i dohur, është osteoporotik edhe me një energji shumë të vogël venderit e fraktura. Në këtë periudhë fluksi i qytetarëve që kërkojnë ndihmë në këtë repart rritet për 20%, sepse ndihmë kërkojnë edhe qytetarët të cilët kanë probleme shëndetësore të nyjeve për shkak të temperaturave të ulta. Brenda ditës ne në repartin tonë, do të thonë në repartin ortopedisë, se zakonisht ne merremi me këto lëndime, numri i pacientëve mund të jetë 20 me lëndime. Edhe më tepër, shkon deri 30. Nëse e marrëm edhe mbasdite, se ne e mbulojmë edhe mbasdite. Te reparti i urgjencës dhe reparti i ortopedisë i mbulon lëndimet. Do të thonë është diku te 30 me lëndime pa marrë parasysh numrin e pacientëve që vinden në ankon me dhimbje njëve, se këto ndryshime klimatike e rritin numrin e dhimbjeve të njëve. Zakonisht e personat që janë me artros, me reum dhe me smundje tjera të njëve. Një pjesë e pacientëve që kanë marrë thyerje të eshtrave janë trajtuar në repartin e ortopedisë në Spitalin Klinik të Tetovës, ndërsa rastet më të komplikuara janë drejtuar për në spitalet e Shkupit. Sipas mjekëve, trajtimi i këtyre pacientëve bëhet me metoda klasike dhe për momentin ky repart është funksional edhe salla e operacioneve. Gjatë ditës së sotme, gjendja në për trotuare është përmirësuar dukshëm, krahasuar me një natë më parë, por autoritetet bëjnë thirrje për kujdes dhe shmangje të daljeve pa nevojë. Nga ndërmarrja komunale publike e Tetovës thonë se në mënyrë aktive po punojnë në pastrimin e Borës nga trotuaret dhe zonat publike me qëllim sigurimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve.